A e kemi kaluar pikun e gripit sezonal apo ende jo? Piku i gripit sezonal është dikun të atë platon e cila parashifeshte që do të jetë fundi i janarit. Sa pacientë aktualisht janë të hospitalizuar në klinikën infektive dhe në çfarë gjendjeje janë ata? Llogariten 25 deri 30 persona të hospitalizuar, të cilët janë të prekur nga gripi sezonal. Sa i rrezikshëm është gripi sezonal këtë dimër? Këtë dimër mund të thuaj që është pak më i vrashtë se sa vitin e kaluar. Cila kategori e qytetarëve është më e rrezikuar nga gripi sezonal? Janë pleqtë personat, gjithsesi pacientët me smundje bashkëshoqëruese kronike, gratë, shtatzëna dhe fëmijë. A ka raste të izoluara të pacientëve të infektuar me virusin korona? Kemi edhe një rast me korona të përdëftuar, por është rast mos them edhe më i lehtë se sa këto raste të cilët është përdëftuar influenza. Çfarë dihet deri më tani për virusin e ri Nipah? Po ende nuk ka dhëna të sakta për atë lloj virusi. Gjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 jep drejtori i klinikës infektive në Shkup Fadil Cana. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.